E dini se kush është shkaku kryesor i vdekjes? Është kaq absurde, madje do çuditeni sepse nuk e imagjinoni. Por sipas një studimi të hollësishëm prej shumë vitesh, rezultatet janë drithëruese. Ndaj ju sugjeroj që ta ndiqni me kujdes këtë material. Ju e dini se nëse nuk flini gjumë humbisni jetën? Pse njeriu vdes nëse nuk flet gjumë? Edhe nëse ju duket çudi, ky është një fakt. Për shembull, mungesa e gjumit kronik shkakton probleme të rënda, si infarkte, iktus, Alzheimer, madje edhe tumore. Njeriu mund të përballojë urinë, mund të rri pa ngrënë shumë ditë, por nuk mund të përballojë dot problemet nëse rri ditë pa fjetur. Për sa i përket gjendjes fizike, pagjumësia ndikon keq në tërë organizmin, sepse rrit presionin në gjak, bën çrregullime hormonale, madje rrit edhe hormonet e stresit, pra kortizolin. Por çfarë ndodh me trupin e njeriut nëse nuk flet për 3 ditë? Fillimisht shfaqen halucinacione, pastaj njeriu bëhet paranojak. Tashmë është e vështirë për të që të përqendrohet. Madje ka edhe probleme në memorie. E dini se sa mund të rezistojë një njeri normal pa gjumë? Tani po ja u tregoj. Limiti i një njeriu të zakonshëm dhe pa patologji mund të mbijetojë maksimumi 10 ditë pa gjumë. Gjatë një eksperimenti të disa vullnetarëve, u vure se pas 2 ditësh pa gjumë, vetë gjumi minimizohet, sepse trupi kërkon që të adoptohet. Pas 100 orësh pa gjumë, fillojnë halucinacionet.